Shumë pak ka mujt me bartë kjo prej, në këtë shifër ka mujt me bartë prej LDK-s në VV, kur të shqie ka bartë 300.000 vota, nuk është në vërtet ajo. Kjo ka bartë votën e Albinit të tërë. Pra nuk ka qenë merit e saja individuale, personale, por merit e vetëvendosjes. Për 300.000, jo, kur. Që kjo po të vërtetë? Kjo është pasqyra reale e përkrajës besoni të Osmanit? Që kjo fuqia reale saj është. Që kjo fuqia reale saj. Ska pas, kjo ka qenë edhe njëherë e përbume si Barcelis për kryeministër. Nuk i ka pas 100 e dishka mi vote, i ka pas se disë kujtohet. Po kjo është vota reale saj, edhe për shkak se kjo ka humbë shumë se është shumë i natyore, edhe e qiti shumë, qaq u kuptu si e ka vetëm për interesa personale. Kosova, shteti Kosovës, nuk ka nevoj, as ka kur për interesi për njerës që kanë luftojnë për interesa personale. Kosova ka interes, edhe qytetarë të Kosovës, njerës që e udhëheqin shtetin, jo për shtetin. Pra, më shumë besoni se është penalizuar një farforme e rikthimi i saj në LDK, se sa që është përkrahur, ose është përkthyer në votë. Unë që ma shumë kish me pas vota, mes me pas qenë Lumiri edhe kjo Vjosa, me pa udhëheq Kujtimi, Abdullahu, Hikmetja, ma shumë kishin më vota se këta. Se, shqo, asë një s'ka kalu në 10 që 4 i ka pas gudzo. Asë një po mdo kësë ka kalu. Po, i lutem në gjia të shkojmë edhe pakës më poshtë, po pikërisht është... Asë një, që? Të mos e ngutim që ti lexojmë të gjithë anët të 10-it. Asë një 10 që si ko, 4 i ka pas. Në moment e ka hek Kujtimin, e ka hek shumë që kanë dhënë kontribut jashtë zakonisht ma në LDK. Edhe i kanë shti këta. Asë një s'ka kalu. Që Albena ka qenë në 7-16. Arben Goshi është ngrit, si kuadri vjetër i LDK-s, prej 28-in sa ketë. Jeta Statuvci? Po. Jeta Statuvci. Po, që edhe kjo e guzo. Po, e guzo, po. Po, prej 9-20.